Çfarë duhet bëj Berisha në këto momente? Se këshilloj dot unë Berisha ka provojë gjatë, ata që na por ndjekin? unë them leadershipi, se mbase zoti Berisha e ka vendosur, meqense do e mori partinë, e riktheu partinë, mund të ketë projektet e tij, nuk e di ç'projekte. Po ta vazhdoj. Ketë pra Berisha, jeni dakord me këtë? Alibi. Jo, unë s'jam dakord sepse unë kam qenë e qartë dhe ai kam duhet largohet thoni. Unë jam përpjekur të shpjegoj një gjë. Nuk është faj i zotit Berisha. Çështja është shqiptarët nuk e pranojnë më. Dikush duhet ja thotë zoti Berisha, përderisa ti ke ikur nga skena politike me 1000 vota kundër, ti duhet të kuptosh që nuk mund të kthehesh dot. Ti je deputete, a merr pjesë në mbledhjet e grupit? Jo, nuk jam pjesë, se nuk kam qenë pjesë e këtij projekti. S'kam qenë pjesë e këtij. Kush duhet t'ia thotë? Këtë duhet t'ia thonë leadershipi i vet në Po mbledhje. leadershipi është fjalë e madhe, ne ma thuj. Këta, secili prej tyre. Kush? Thuj një. Këta, një grup, ka si një grup. Kush? Krishnik Çollaku. Po them kot tani. T'ia thotë Krishnik Çollaku? Gazmet Bardhi. Po, madje unë Gazmet Bardhi the i shpirt bukur i theti. Tani unë, siç e mendoj unë tani, çfarë do të ndodhë në PD? Po. Çfarë do ndodh? Do të jetë e vështirë zoti Berisha të tërhiqet. Nuk ka për të tërhequr, vetëm nëse ka ndonjë projekt që ne nuk e dimë, se zoti Berisha gjithmonë ka një projekt B, nga ajo që mendojmë ne në PD. Unë mendoj që në shtator gjëra do të jenë shumë të qarta. Çfarë do të ndodh? Shumë larg është? Në shtator, para shtatorit jo. Në rast se nuk konstituohet 42 ushtarët e vet që kanë parlament, zoti Berisha nuk do bëj asgjë. Ushtarë janë ata? Pjesa më e madhe e tyre, po më vjen keq. Ai futi për ushtarë. Reshter, disa janë me grada kolonelesh, disa janë, po janë deri te reshteri, të gjithë reshterë. Vjen keq. Vjen keq. Po nuk e di, më vjen keq. Më vjen keq. Atëherë duhet bëje, ka njerëz që duhet sakrifikojnë, unë për veten time e kam sakrifikuar mandatin. E kam pas ftesën për të marrë pjesë, kam thënë jo, sepse një njeri duhet të dyrimisht ta thotë jo. Një herë, do vi një ditë të thotë njëri jo. Unë kam thënë jo. Kam qenë qartë, jo, time. Kam sakrifikuar. Është ajo rroga e majme e deputetit? Nuk e di. Ti e ke sakrifikuar? Nuk e di. Tani, kam përshtypjen që një grup që po koalohet, që është projektuar më parë, por nuk mundi të merre i gjithi, po do të përpiqet, edhe për të dhilloj kredo politike, sepse është turpërim i madh ajo që ka ndodhur me këta, që ne shpresuam. Jo, nuk flas vetëm për humbjen, po ky grupi reformator që shkoi me gënjeshtra, edhe ai ka qenë një gënjeshtër. E ke fjalën për zotin Gjek Markaj? Për zotin Bardhi dhe shpurën e tij, që shkuan në mes, po shkojmë në mes, po në fakt ishin nisur për diku tjetër, po thanë në mes vetëm për një lloj alibie që shifen e kështu. Pastaj në emër të demokratëve, nuk i bashkuan demokratët. Nuk bashkohen. Zoti Gazmet Bardhi? Shiko, nuk bashkohen demokratët pa një kuvend pajtimi demokrat. Kjo është e prerë që njerëzit thonë ndjesat e tyre. Që njerëzit thonë këtu, harruam, e sham fluturën, fluta do të harroj. E sham zotin Qafoku, do të harroj, do të falim secili. Pastaj mbi këtë, kur ne ta shohim njëri tjetrin në sy, që unë ta shoh zotin Bardhi dhe të kërkoj falje për këtë dhunë që pse s'ndodh? Është njerëzore falja. Falja është njerëzore. Po kërkon falje shqiptari o zonjë që tani. Edhe politikanë shqiptar. Do të qëndrojnë aty ku janë. Por shikoni, unë me atë që njoh tani këtë heroin tim. Prap, s'ka, unë e respektoj prap. Heroin thot. Prap e respektoj. Kupton se me atë pjesën e tij është përpjekur të bëj duk dhe ai. Megjithse nuk është sjellje të vërtetë nëpër parlament, ta them si e mendoj unë, si spermatozoid i tërbuar. Nuk shkon. Ti je deputet sotri. Ti je kryetar grupi. Ke një armë të fuqishme të zgjosh shqiptarëve, të kthesh shpresë shqiptarëve. Çfarë bën ti? I shtyn njerëzit ti të hedhin flakadan. Ç'është kjo çet? Pikërisht ato që nuk duhet bënin këta, ajo që jepte kredo socialistëve bënin këta. Kush i shtyn ta? Kush i mëson ta kështu? Po natyre, ndoshta shkolla, nuk e di. Po të mbetem te kjo gjë. Kam përshtypjen që zoti Bardhi po përgatitet. Një grup, po, në mënyrë janë duke pritur, kam përshtypjen që janë duke pritur nëse do të ketë ndonjë reagim. Ai humbi thellë. E ka moralin nëse ka ndonjë reagim nga zoti Berisha, nëse jo, nuk është di që në shtator kur të sigurohen të gjithë palët, se njëherë do sigurojnë mandatin njëherë. Keni parasysh, nuk bëjnë asgjë, por nuk sigurojnë mandatin. Po pse ç'a mund ndodh? Po sepse çdo gjë mund të ndodh, nuk e di çfarë mund të ndodh. Për shembull, do ta kalojnë me heshtje këta, deri do bëjnë analiza, gjëra deri në shtator. Në 10 shtator do të shohim se çfarë mund të ndodh. Mund të ndodh. Ka moralin Gazmet Bardhi?
Do ta gjej moralin se thot, ky nuk po bën, unë nuk përpoqa, alibi, ne jemi mjeshtra për alibit. Po dhe ai thoni ju që me të tjerë fjalëvi me zotin Gjek Marakaj, me zonjën Tabaku, nuk ka projektuar ai, po disa po prapë ai është lideri që do t'i kundërvjen Berishës. Ai mund t'i frymëzojë, ndoshta nuk e di. Po them grupi, nuk po them tani njëri. Tani, zoti Berisha sipas jush, si është futur në histori zonja Açka? Shiko, zoti Berisha e djatha në përgjithësi e drejtuar prej tij. Ti japim hakun bëri reformat më dha shpresë të madhe, sigurisht që nuk arriti të krijonte një të djathtë, të qëndrueshme. Fakti që jemi në këtë gjendje, do thotë që e djathta nuk ka qenë e qëndrueshme. A ka qenë për shkak se nuk ka pasur një ideologji të qartë, një ndarje të qartë me të majtën? Ndoshta ka qenë dhe kjo. Ne s'kemi pas një ndarje të qartë me të majtën. E mbushëm partinë me lloj edhe të majtësh, apo jo? Ndoshta ishte momenti, po nuk u qartësum, nuk ka qenë qartë. Shikoni, edhe programin e vitit 2025 tani ka shumë nuanca të majta. Sigurisht që ne jemi në një stat shqiptarët e në një moment që ka nevojë edhe për një lloj, po them, të shkosh në basement, për basement, duam. Por nuk është kjo e djatha ka tjera. Megjithatë them se zoti Berisha në një përqindje të caktuar ka dhe notat forta të drejtimit bolshevik të partisë. Po, që vjen edhe nga shkolla. Pse duan? Nga shkolla. Pse duan njerëzit pse? Sepse është votuar. Shiko, është votuar, po sigurisht është votuar. Njerëzit e duan sepse mbase në mesin e këtij leadershipi që ka Partia Demokratike, ti themi gjërat, ka më shumë karizmë. Është më i zoti, ai gjithmonë do të fitojë më shumë, mes tyre do të fitojë më shumë. Por çështja është ti vet deri ku shkon vet. Them se zoti Berisha ka një moment që duhet detyrimisht të reflektoj personalisht dhe ta drejtoj mbase vet këtë proces. Të mos gjej më një kukull tjetër, një manekin tjetër. Të mos gjej më një kukull tjetër. Ta let lirë. Jo, të jetë plotësisht proces demokratik. Pra, ata që mëtojnë të drejtojnë Partinë Demokratike, të mos jenë ca plastelina që ai ja ndryshon format si të doj, po t'jenë njerëz me botëkuptim, t'jenë njerëz me kulturë të madhe, të kenë karizëm, dhe këta duhet ballafaqohen me shqiptarët. Luzim Basha do ikin Holland? Se di, po mbaroj vend. Unë me Luzim Basha ta them dhe këtë gjë, që t'jeme e qartë fare në marrëdhënie me të, unë kam pritur në qershor të vitit 2024 që zoti Basha do të merrte një lloj përgjegjësie për atë grupin që mbajti, që është, nuk janë pak, pavarësisht votave që janë 20.000. Të mos harrojmë këta dy partit kanë bërë kërdin me votat e vogla. Ti jemi të qartë. Sado kam përshtypjen, por këtë gjë është e vështirë të ta vërtetosh, por në marrëdhënien që kanë bërë të dy, në flirtin që kanë, të dy forcat e mëdha kanë qenë të interesuar të zvoglojnë, të shtypin forcat e reja. Kështu që unë dyshoj që nuk është 20.000 as zoti Basha, as Shqipëria bëhet nuk është aq sa është, as Bash nuk është aq sa është, as ai Shehaj nuk është aq sa është. Ju ku votuat zoj? Unë jam deputet e Partisë Demokratike dhe nuk më bëhet kjo pyetje. Sepse unë e kam vokacionin tim shumë të qartë. Jo, për partinë, votuat Partinë Demokratike? Po normal të votoj, unë jam deputet e Partisë Demokratike. Partia Demokratike? Po unë jam deputet e Partisë Demokratike. Vetëm parti po kandidat? Ja të shpjegoj. Unë jam deputete e Partisë Demokratike. Kam ndihmuar forcat e reja, kam qenë bashkë me forcat e reja, kam qenë e bindur që forcat e reja do ta çajnë sistemin që unë e kam parë se sa turpshëm është qepur në parlament. Dhe zaten, ky flirti që bën këta, nuk e di kush është Dorzani, se ka emra flirti ka emra, kush ka qenë ndërmjetës. Ai grupi i negocimit, që ishte një grupi i bashkëpunimit, që ishte ai grupi, ai ishte vetëm fasada. Gjërat janë mbyllur. Të mos harrojmë, zoti Qafoku, në parlamentin shqiptar është kryer një krim. Po e them, do të dalet te zoti Basha, çfarë mendimi kam për zotin Basha. Po këtu te e vërteta, domethënë shumica dhe pakica bazohen tek e vërteta. Që zoti Berisha ka shumicën në Partinë Demokratike, çdo gjë tjetër është gjë e qartë, nuk kemi pse të merremi fare këtë. Problemi është që nga shtatori i vitit 2023 deri në qershorin e vitit 2024 në parlament është bërë krim institucional. Nuk është njohur grupi parlamentar Partisë Demokratike dhe zoti Bardhi, pa qenë pjesë e Partisë Demokratike, pasi iku, ka qenë rreth themelimit,
ka vepruar si kryetari i grupit parlamentar. Ky është krim institucional që ka ndodhur. Por ka ndodhur me vetdijen, me dorzanin edhe të zotit Basha. Pse? Do thoni jo. Sepse çfarë ndodhi? Që unë kam, këto janë pjesë e dyshimeve të kësaj trajektore që mua ka filluar tani të hyj analizës, pse ndodhi kjo në këtë datë, pse ndodhi kjo, pse ndodhi kjo, se ka ndodhur gjëra të çuditshme. U ndryshua statuti i Partisë Demokratike, i kësaj partie, të cilën zoti Berisha nuk e mori parasysh më, po flas për këtë që ndodhi. Unë kam ndenjur te institucioni, se jam njëri institucional. Pra, në momentin që zoti Basha nuk ka vullën më, unë jam deputete, kam qenë deputete e Partisë Demokratike, nuk jam dakord me mënyrën se zoti Berisha e mori partinë në drejtim, nuk jam dakord me mënyrën se zoti Bardhi e mori drejtimin dhe mënyrën se si janë sjellur ata politikisht, kjo është çështje tjetër, pra refuzoj drejtimet e tyre, por ama jam deputete e Partisë Demokratike dhe kjo kështu do të dalë nga politika. Tani. Kandidat kë votuat? Unë jam deputete e Partisë Demokratike, kjo është përgjigjja ime, nuk kam përgjigje tjetër. Ju keni votuar për... Ashtu. Tani